kohën të cilit shumë shqiptarë Kosovës ja kanë dhënë votat për kryetar të Republikës Kosovës, u shpall me 18 maj, ditën e sigurimit shtetëror Serbisë dhe ditën kur forcat pushtuese ushtarako-policore serbe vranë 13 bashkëkombëstan, kurse shumë të tjerë i plagosën e rëndës. Edhe ky fakt tragjik tregon qartë se çka mund të pritet prej bisedimeve që i paralajmëron takimin e fjalë. Në emrin e Kosovës, ja, me shtypsin e Kosovës Slobodan Milošević, pa pëlqimin e shumicës së forcave politike shqiptare të Kosovës, do të takohet ai që në vjet nuk pranon të takohet as me kryetarin e qeverisë së Kosovës në ekzil, Bujar Bukoshin, as me Adem Demaçin, as me shumë të tjerë që Kosovës i kanë kushtuar shumë vjet jete dhe shumë vjet pune. Takimi i paralajmëruar është thyrje dëshpëruese e bisedimeve që nuk e premtojnë mbrojtjen e statusit Kosovës që popullin shqiptar të Kosovës e kanë nxjerrë në votime ditën kur kufonat e dëshmorëve të Drenicës ende qëndronin mbi dhe. Ky është thyrje kapituluese e bisedimeve kapituluese. Me të mohuan të gjitha ato që pjesëmarrjen e shqiptarëve në bisedime me palën serbe e bëjnë të dinjitetshme. U mohuan kërkesat për ndërprerjen e terrorit shtetëror serb në Kosovë, për tërheqjen e forcave speciale ushtarako-policore serbe nga Kosova, për lirimin e të burgosurve politik, për ndërmjetësimin e palës së tretë ndërkombëtare në bisedime. Domethënë, me të u mohuan kërkesat që grupi i kontaktit ja parashtronte Jugosllavisë së mbetur si kushte për bisedimet me palën shqiptare. Po ky takim kapitulues me bisedimet që do ta pasojnë është përgatitur që sa kohë. Është përgatitur në kuvendin e tretë të lidhjes demokratike, kur prej Këshillit Përgjithshëm janë nxjerrë të gjitha ata veprimtarë që kapitullimin e udhëheqjes së kësaj partie kanë penguar edhe më parë. Është përgatitur në zgjedhjet, kur prej listës së deputetëve janë hequr veprimtarë të dalluar që kapitullimin do ta pengonin në parlament. Është përgatitur kur është ndërruar krejt kryesia qendrore e lidhjes demokratike, vetëm e vetëm që prej saj të menjanohen ish burgosurit politik. Është përgatitur kur është bërë grupi i këshilltarëve, në mesin e të cilëve mbizotrojnë ata që janë angazhuar për pranim të autonomisë si zgjidhje gjoja përkohshme e çështjes Kosovës. Kosova gjithsesi hyn në ditët më vendimtare për ardhmërinë e saj. Populli shqiptar i Kosovës dhe populli shqiptar në përgjithësi ndërkaq nuk duhet të jetë i dëshpëruar.